por e di që në atë periudhë vendose që çfarë do bëj unë me jetën time. Do filloj do ngel në Zvicër dhe do bëjmë një autollakeri i mirë, do hap një garazh, do lyej vetura gjithë jetën e kështu me radhë. Pastaj thash jo, mendoj që nuk do merrem me këtë punë. Kështu që vendosa, prisha letrat, servizën edhe u ktheva në shtëpi. Vazhdova shkollën e mesme, vitin e 4 më saktësisht. Kur në kuadër të asaj periudhe, në fakt erdhi një regjisor, aktor, Sokol Angjeli nga Tirana, edhe një pjesë e intelektualëve në Kërçov, edhe një pjesë e artistëve që ishin, vendosën që të bëjnë një shfaqje teatrale. Kështu që kuptohet, në këto përzgjedhje isha edhe unë. Okej. Ndoshta kjo është pikënisja që ndoshta unë mund të jem, nga se ishte edhe viti 4 që unë do duhet të përcaktohem ku do vazhdoj, ishin disa opcione. Ishte difi njerë, pastaj ishte puna e mjekësisë, që do bëjshë një Pra nuk është se ke stomatolog. qenë shumë i qartë që do shkoje të studioje aktrimin. Ke pas edhe opcione tjera, dilema. Absolutisht, kam qenë shumë në Gjitha dilemat këto të mëdha. ndryshme njëra me tjetrën, mjekësia, difi, Po, aktrimi, difi, gjitha këto gjitha, në kontrast pastaj- njëra me tjetrën. Pastaj mendova që të gjitha këto që mund t'i përmbledh në një eksperiencë, në një zanat, vetëm ndoshta do ishte aktrimi. Mendoja që mi